Politikania franceze Marine Le Pen u shpall fajtore për shpërdorim të fondeve europiane, me qëllim financimin e partisë së saj të ekstremit të djathtë të ubimi kombëtar. Gjykata ja ndaloi të mbajë poste publike për 5 vjet, çfarë do të thotë se ajo nuk do të mund të garojë në zgjedhjet presidenciale të Francës në vitin 2027. Gjykata ja shqiptoi edhe dënimin me 4 vjet burgim, 2 prej të cilëve do të pezullohen. Ajo gjithashtu u dënua me 100.000 euro gjob, me shumë mundësi Le Pen do të apelojë dënimin me burg, kështu që ai nuk do të zbatohet tani. Ajo u largua nga salla e gjyqit derisa gjyqtari lexonte dënimin. Le Pen, së bashku me më shumë se 20 figura të tjera partijake, u akuzuan për punësimin e asistentëve që punonin për partinë e saj dhe jo për Parlamentin Evropian që i paguante. Gjatë gjyqit vitin e kaluar, ajo mohoi se kishte kryer parregullsinë më të vogël. Për zgjedhjet e vitit 2027, Marine Le Pen tha se do të ishte përpjekja e saj e katërt dhe e fundit për të marrë kryesimin e presidencës franceze.